Ky brez njerë nuk është rritur me sakrifice. Qa mos e bet fjallë? Që janë rritur me sakrifica nga prindrit e tyre. Ato po. Jo, nuk ua kanë kthyer. Nuk ja kanë shpërblyer. Ja. Pse mendoni se? Jo në ana financiare. Pa na shumë për... Duhet ta kalojnë mbi shpatulla atë përgjegjësi që kemi? Po, du ta kalojnë. Sot këtë rinj që nuk rrin dot 5 minuta më kemp, pa don të ulen se lodhen. Mendoni se kanë ndryshuar për të keq. Shumë gjëra. Shumë gjëra. Shumë. E para teknologjia? Pa tjetër. Sot këtë rinj që nuk dinë që është fiskultura e mëngjesit. Ushqimi, orari, me fjalë ushqen orar pa orar. Njeriu du të ushqehet me mëngjes, drek, darkë. Edhe të gjitha, edhe fasule të hanë, se ka që të rinjt nuk e hanë fasule. Është kjo përgjegjësi e prindrit dhe institucioneve përkatëse. Ja, edhe shko, familja ka rolin e vetë. Tashi me kushtet që janë krijuar, familja ka prindër që punojnë nga mëngjesit deri në darkë edhe ndoshta nuk arrin dot që të kujdesen mjaftueshëm. Lëvizja e pa e çorientuare nga në dhjeta e këtej krijoi emigracioni, krijuan shumë probleme. Edhe pasojat do ketë, do vuajnë. Pa, një pjesë e mirë. Pos punove, pos nuk sakrifikove, nuk del gjë nga përpjet. Nuk ja di vlerën, nëse nuk punon vetë. Ja, nuk ja di. Du të dirësitësh, du të nxjesh lekun me djersë që të mos e prishësh vend e pa vend. Se leku njerë vjen, njerë s'vjen. Gjithë të mirë. Faleminderit, ju uroj